Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nderuari Mufti I Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor, të nderuar eminenca nga bota islame, nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Turqia, të nderuar studiues dhe panelist të kësaj konferencë shkencore, mysafir dhe kolegë të dashur, zonja dhe zotërinj. Është nder I veçantë për mua si drejtor I Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në Prishtinë, që uroj mirëseardhjen në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare, e cila sot mbledh studiues nga fushat të ndryshme shkencore dhe fetare për të shqyrtuar një temë me peshë të jashtëzakonshme historike, kulturore dhe shoqërore, vakëfi tek shqiptarët, histori, trashëgimi, perspektivë. Kjo konferencë dyditore është vazhdimsi e organizimit të konferencave të tilla shkencore nga ana e institutit tonë, përderisa në konferencën e vitit 2023 në fokus kishim temën boshtë Xhamia te shqiptarët, histori, mision, identitet, dhe sipas të gjitha vlerësimeve doli shumë e suksesshme falë studimeve dhe hulumtimeve akademike të referuesve që ju bën rolit historik të xhamive në të gjitha trojet tona. E madje kishim referues që u morën edhe me historikun e xhamive të ndërtuar nga personalitetet shqiptare në përbot, si në Egjipt, Siri, Turqi dhe në diasporë Evropë e SBA. Duke ndjekur këtë traditë organizimi, Këshilli Drejtues I Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, duke pasur mbështetjen e parezervë të Kryesisë së Bashkimit të Kosovës, në krye me mjuftin tonë të nderuar Naim Efendi Tërnava, ka pothuajse një vit që është marrë intensivisht me organizimin e kësaj konferencës së sotme me temën boshtë vakëfi tek shqiptarët, histori, trashëgimi, perspektivë. Jam më së bindur me që kemi pasur qasje në abstraktet e dërguara nga studiues nga gjitha trojet tona etnike, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, Kosova Lindore apo Lugina e Preshevës, nga Turqia dhe nga Zvicra, se edhe kjo konferencë do të përmbush synimet tona dhe do të sjellë një qasje të re ndaj vakëfit si një amanet të shenjtë që na kanë lënë të parët tanë, por edhe kujdesin që duhet të kemi në menaxhimin e atyre vakëfeve të cilat sot I administrojnë bashkitë fetare islame në të trojen etnike dhe në diasporë. Arsyeja pse kemi përzgjedhur pikërisht këtë temë të kësaj konference është fakti se vakëfi si institucion I lashtë I bamirësisë ka qenë ndër shtyllat më të qëndrueshme të shqyrtimit islam dhe një ndër mekanizmat më të rëndësishëm për zhvillimin e kulturës, arsimit dhe jetës publike edhe në trojet shqiptare. Historia jonë, nëse lexohet me kujdes, tregon shumë qartë se shumë prej institucioneve që kanë formësuar identitetin ton kolektiv, si janë xhamia, shkollat, bibliotekat, urat, qezmet, medreset, hanet e deri tek konaket e kulturës, janë ngritur pikërisht mbi themelet e vlerave që përfaqëson vakëfi dhe janë mbajtur gjallë përmes shpirtit të bamirësisë dhe sakrificës. Sot, kur para nesh shpaloset një kaluar e pasur me trashëgimi dhe një ardhme që kërkon vizion dhe planifikim, është jetike që të kuptojmë thellë rolin e vakëfit si institucion social, ekonomik dhe shpirtëror. Ai nuk është thjesht një koncept juridik, ai është një filozofi për jetën, një shprehje e lidhjes së njeriut me Zotin dhe shoqërinë dhe një përpjekje për ta bërë të mirën të pavdekshme. Konferenca jonë e sotme synon pikërisht këtë, të hap dritarë të reja hulumtuese, të sjellë qasje ndërdisciplinare, të nxjisë debat shkencor dhe të ndërtoj ura bashkëpunimi ndërinstitucional.
Studiuesit pjesëmarrës do të trajtojnë tema që prekin shtrecet më të thella të historisë tonë vakëfnore, nga dokumentet osmane të vakëfnameve të hershme, të kontributi i familjeve shqiptare në fondacione arsimore e humanitare e deri të dimensionet juridike, sociologjike dhe kulturore të vakëfit në shekullin 21. Sot, kur shoqëritë tona gjenden në një tranzicion të pandarshëm ekonomik, kulturor dhe teknologjik, vakëfi mund të shndërrohet sërish në një ndër mekanizmat më të fuqishëm për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht në fushat e arsimit, kulturës, shërbimeve sociale dhe mbrojtjes së trashëgimisë tonë. Por, kjo kërkon strategji, transparencë, vizion dhe mbi të gjitha një qasje moderne që i respekton rrënjët e vakëfit duke e bërë atë funksional për brezat që vinë. Të nderuar të pranishëm, Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame nëpërmjet kësaj konference e sheh mision të tij themelor ringjalljen shkencore të trashëgimisë tonë islame dhe shqiptare. Ne besojmë se vetëm përmes hulumtimit serioz, punës akademike cilësore dhe bashkëpunimit ndërinstitucional mund të ndërtojmë studime të qëndrueshme dhe politika të bazuara në dije. Besoj se kjo konferencë do të jetë dëshmi e këtij përkushtimi. Andaj, le të jetë ky tubim jo vetëm një vend takimi, por një vend reflektimi, një ftesë për të parë përtej së kaluarës dhe për të parë realisht potencialin transformues të vakëfit në shoqërinë tonë. Përtej referencave historike, vakëfi mbetet një koncept që mishëron solidaritetin, përgjegjësinë kolektive dhe dashurinë për të mirën e përbashkët, vlera të cilat sot janë më së të domosdoshme se kurrë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, kontributin dhe gatishmërinë për të ndarë dijen tuaj me ne. Falenderoj në mënyrë të veçantë studiuesit që kanë ardhur nga jashtë Kosovës, duke i dhënë konferencës tonë karakter ndërkombëtar. Me praninë tuaj, ju përveç që nderoni Bashkinë Islame të Kosovës dhe Institutin për Hulumtime dhe Studime Islame, njëkohësisht e forconi edhe rrjetin e bashkëpunimit shkencor që të gjithë ne e dëshirojmë. Në fund, ju uroj të gjithëve sukses në prezantime, frymëzim në diskutime dhe rezultate të vlefshme për botën akademike dhe institucionet tona. Ju falenderit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.